Ky emision mundësohet nga dhe është pjesë e fushatës për zgjedhjet lokale në Maqedoni. Përshëndetje Mohamed, përshëndetje. Si je? Mirë. A je lodh? Po, kam pa një intenzive dhe kuptohet me ato lodhësitë e veta. Po, patjetër, po mbi të gjitha 20 ditë ndoshta do t'ja vlej në fund. 20 ditë finale. 20 ditë finale. 20 ditë minuta 90. Mohamed, si shkon puna? Mundohena në takime me qytetarët për çdo ditë, për çdo natë pa orar. Thjesht edhe orën prej dore kemi e larguar. I ndëgjojmë nga afër qytetarët, banorët e Dervenit, i njohim problematikat e tyre, vetëm se i vërtetojmë për cilat i kemi detektuar më herët, edhe jemi afër tyre. Shumë mirë. Besoj se edhe shpresoj se do të jeni nëse zgjidheni edhe 4 vjet afër tyre. Në çdo moment. Super. Mohamed, si kjo është një punë e re për ty, si drejtori në magazin tash është një përvojë e re. Normalisht para ne dim të di se duhet të dalish para një komisioni për një punë të re, do të thonë intervistimi, po qytetarët tash janë ato që vendosin kush do ta merr punën e re për dy kundër kandidatëve. E ke mundësinë për t'ju tregu kush është Mohamedi për ata që nuk e dinë? Qytetarët e Dervenit e njohin Mohamedin, ka qenë zëri i tyre në këshillin komunal, realisht për një mandat të plot, edhe në këshillin e qytetit Shkupit për 2 vite e gjysmë, 3, derisa u emërova drejtor ekzekutiv në drejtorin për përçimin e gazit natyror në Magaz. Mohamed Elmazi është e lind edhe rrit në Saraj. Jam prindi 5 fëmijëve. Mashallah, me jetë gjatë. Faleminderit. Bashkëjetoj me prindërit e mi, të cilët më kanë shoqëruar në çdo pjesë të jetës time, kanë qenë afër meje. Jam ekonomist i diplomuar në fakultetin e Universitetit Tetovës, thon USHT. Mundohem, jam rritur si gjithë gjenerata ime me përploje të prindërve, familjes. Mundohen të jena ato çka na kanë mësu familja e jonë, të jena afër qytetarëve edhe të jena vetvetja, mos aktroj. Ne sugjeroj që mos aktrojmë me të folurën, kështu që mund t'ja futim si ta Dervenit. Pa. Kjo Mohamed tregom për të bëu punë komunë, nëse zgjidhesh duhet ekip. Edhe kjo është shumë e rëndësishme pasi nuk mundet vetë Mohamedi t'ju bëjë krejt. Cili është ekipi jot, cilin e mendon në ekip? Realisht, unë e njoh nga afër shumicën e administratës komunale. I kam shok një pjesë të madhe të tyre, u njoh kapacitetet e tyre. Pas zgjidhjes time si kryetar komune, nuk do ketë ndryshime drastike brenda menaxhmentit apo administratës komunale. Kuptohet në disa sektor ku do duhet përforcim, do punësim profesionist, dhe kuptohet kabinetin duhet ta bën kryetari komunës, një shef kabineti apo diçka tjetër çka do ta ketë të besueshëm për punët e komunës edhe punët të cilat duhet të mbahen një herë për një herë për ndërmjet tyre derisa t'u shfaqin opinionit projektet edhe planet çka i kanë për banor. Normalisht se kur ndrohet kryetari komunës, të gjithë mendojnë se ai do t'i ngucjen e vendin e punës. Edhe pse që dua një garancë për ato që e ndjekin dhe janë të punësu. Realisht e kam cek edhe jo të ju edhe më parë, se jo vetëm administrata komunale, po do me thonë edhe arsimtarët në shkolla fillore, edhe të punësuarit në administratë qytet Shkupit, edhe kadë që janë që nuk kanë vendim e punë, nuk do rrezikohet në asnjë moment vendi punës së tyre. Do me thonë nuk e bëjmë këtë garë për t'u hakmerr dikuj politikisht, këtë dëshmoj. Trashëgova në magazin me 10-11 punësuar shqiptar nga 83, nuk ishte as përfaqësim të drejtë adekuat, as gjë aty mrena, çka na akuzojnë tash neve të koalicionit Vilen. Për 11 muaj arritëm të punësojmë 20 shqiptar të ri dhe shqiptarët që kanë qenë në ato pozicione ngelin dhe vazhdojnë të jenë në ato pozicione edhe janë bashkëpunëtorët e mi, edhe pse i takojnë ndonjë subjekti tjetër politik. Shpresoj se kjo do të vazhdojë edhe të gjithë institucionet që gjithsesi.
karriera jote do të jetë e gjatë nëse jo në komunë ndo një institucion tjetër. Tregon Muhamet 100 ditë që i parë se duket si kryetar komune nëse zgjidhesh. Realisht ne i dim dhe i kemi detektu problemet me cilat ballafaqohet Komuna e Sarajevit. 100 ditë që e parë, që javën e parë do thrasim revizion shtetëror, ta bëjmë një ndalim të punëve deri ku kanë arrit, ta kena një pasqyrë të qartë mrena për mrena aspektit financiar, sa borxhe ka komuna edhe kështu me radhë, edhe do mundohena të përgatitena për plan programin edhe buxhetin e 2026 për t'u realizu projekte të cilat i premtojmë para qytetarëve, që në fillim 2026 fillojnë me realizimin e projekteve. Shumë mirë. Do të thonë nuk do të lënë ato 3 muajt e mjaltit. Jo, përkundrazi që ditën e parë do duhet i përveshim mangët e këmishave dhe fillojmë me punë se shohim se kemi ngecje në shumë projekte në vite. Por mos me i përvesh mangat e këmishave, shko me majc. Me majic si teras, tash për tash dhe edhe dimën, po shpresojmë se do ja arrijmë në kohë edhe çdo projekt do ja realizojmë me vetëm qëllim që qytetari ta shef ndryshimin, për atë çka edhe flasim për këto 15 muaj e rresht sa jemi në qeveri. Shumë mirë. Tash shkojmë te pjesa e arsimit. Normalisht arsimi do të shifet në mënyrë cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie, po gjithashtu edhe pjesa infrastrukturore në për gjitha shkollat që i bien komunës tuaj. Cili është plani yt? Po, ne kishim plane, tash pretendojmë, jemi gjenerat e re, jo inteligjenca artificiale, mirë po kur ballafaqohesh Me probleme real në çdo kohë, atëherë kthen disa hapa mbas. Realisht në plan programin tim janë 4 shkolla të cilat pothuajse nuk plotësojnë asnjë kusht elementar për të viju mësimi aty. Kam nxjerrë edhe video nga të njëjta. Ne thonë në plan programin tim fillimisht do intervenojmë në infrastrukturë të shkollave fillore, aty ku janë filloristat tanë, shkollën e Matkës, Shishovës, Sillorës tepërme edhe Llaçkarcës, mendojmë t'i bëjmë godina të reja për një mandat të plotë, ndërsa këto tjera ti restaurojmë që t'u plotësojmë kushtet sa më të mira t'i kenë nxënësit. Do ketë dhoma senzorike për fëmijët me aftësi të kufizuara, edhe gradualisht do investojmë në IT, në programim për nxënësit e dalluar që t'u mundsojmë të ecin para. Tashmë nxënësit fëmijët jemi fal Zotit gjithë prindër, i shohim se me sa shpejtësi zhvillohen ata, sa inteligjent janë, edhe këtë si komunë do ndihmojmë atyre që të ecin sa më parë. Shpresoj se mbi gjitha 5 fëmijët tu janë aty kanë të ardhmen, edhe nëse nuk e mendon kështu, duke nisur nga familja, atëherë nuk bën punë kur gjo. Vetë se 3 nga ta mësojnë te shkolla fillore Ditoria Ansare. Suksese për ta. Tash është menaxhimi me infrastrukturën, si të duket Sarajevo mbas 4 viteve, rrugët, tu hyn ujë dhe kanalizimi. Realisht problem primar edhe pikë e parë e plan programit tim është infrastrukturë, ku nuk kuptohet ajo nën toksore dhe rrugore. Thekst e veçantë i vën ujë të prishëm. Ju e dini se burimi i ujit vjen nga komuna jonë, do të thonë për gjithë qytetin e Shkupit, madje në fshatrat e fundit të Zelenikovës, para himjes të qytetit të Velesit, ndërsa ne ballafaqohemi me njëjtën problematikë. Fshatrat tonë, madje edhe ku buron në fshatin Rashi, mahalla e epërme, siç i njehet në vendbanim, nuk kanë gjatë periudhës së verës ujë të prishëm. Për një mandat të plotë, unë kam thënë këtë si zotim para qytetarëve të mi, se do të angazhohem me tërë qenjen time për një mandat të plotë, ta përfundojmë këtë problematikë edhe mos kthehen mbrapa. Nëse nuk do arrit ta realizojnë një gjë të tillë, unë nuk do nuk do kërkoj përkrahje politike nga ta. Besoj se shumë më shpejt se një mandat të plotë do e bëjmë në zgjidhjen, bashkëpunimi me qytetin e Shkupit, Komuna e Sarajevit këtë mandat që shkoi fitoi një mbështetje prej 179 milion denarësh nëse zgabon, ku ndoshta edhe unë kam qenë ai një prej zërave që
e kena ngrit këtë çështjen e ujit të prishëm disa herë në seancë në Këshillin e qytetit Shkupit dhe arritëm sigurojmë mjetët. U kanë bë disa punë, por për punë teknike se e kam informacionin unë, nuk është e lëshuar ajo pjesë çka kanë bë instalime të reja. Do i shohim ku ka ngel problemi i ujit, do ta zgjidhim problemin e ujit dhe qytetari jonë do ketë 24/7 ujë të pishëm. Me Ministrinë e Ekologjisë, shpresoj se në ato vendbanime ku nuk ka rrjet fare të ujit të pishëm, do instalojmë rrjet në Sinsemenisht, në Çajlan, Dvorç dhe Radush. Ta përfundojmë infrastrukturën e për ujin e pishëm, të i forcojmë radhët tona me ekipe projektimi të cilat do projektojnë për rrugët të sigurta dhe më të mira. Këtu theks apo si projekt më të madh e veçoj rrugën kryesore në Saraj, rrugën Dardania, ku morëm mbështetje dhe mund ta them publikisht nga zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti edhe ministri i transportit. Para kësaj jave ishim në një takim punë në qeveri, edhe më thënë lirisht mund ta futish rrugën Dardania në projektet e tua, se ne si qeveri do të qëndrojmë prapa, edhe pse ajo pjesë është pjesë e qytetit Shkupit, po edhe aty do ndryshon menaxhmenti aktual, do vijeni kryetar komune apo kryetari i qytetit tjetër, bashkëpunimtar, do t'i realizojmë këto projekte të mëdha për vendet tona. Shpresoj se komunikimi me qytetin e Shkupit do të jetë në nivel, pasi kohëve fundit shihet ajo se kryetarët e komunave shqiptare në Shkup nuk e kanë komunikimin si duhet. Realisht e kanë një bashkëpunim shoqëror, e them, ndoshta jo politik, kryetaria e qytetit me komunën e Sarajit, po e kanë vetëm për kontrata fiktive për t'i punësuar njerëzit, ndërsa ato punë që duhet t'i bën qyteti i Shkupit, menaxhojmë me transportin publik, menaxhojmë me mbledhjen e mbeturinave, nuk e bën, për këtë janë dëshmitar qytetarët e Sarajit. Mbytena nga brllogët gjithandej nëpër lagjet tona, edhe janë hap edhe disa deponi të egra. Nëse para 4 viteve kishim 2-3 deponi të egra, tash lulëzojnë në çdo vendbanim ku mundet, që është më i largët edhe ku mund të fshihet, ku nxjerr video, është fatkeqësi, po me ndryshimin e menaxhmentit në qytet Shkupit, me një bashkëpunim të ferm, të ndërsjellë mes nesh, besoj se këto problematika do i zgjedhim edhe do ecim parë. Shpresoj se mbi gjitha qytetarët nuk i kuptojnë natet politike, po duan të funksionojnë si duhet. Po. Tregon me qerdhet si është gjendja edhe si e premton brenda 4 viteve. Kemi 2 qerdhe në komunën e Sarajit. Para këtij mandati premtuam 3 qerdhe, ku ishte edhe unë pjesë e strukturave të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ai plan program ka dashtu vetëm se ka realizim 5-6-7% prek krejt atij programi. Qerdhe ishin 3, nuk u realizu asnjë. Ne kena 3 lokacione ku shpresojmë se do i realizojmë këto projekte. Njëra është në Sillaret Poshme, tjetra në vendbanimin Bukoviç, dhe çka është më e rëndësishme për mua, njëra është në vendbanimin Gërçec, apo te vendbanimi i të pastrehurve, në bashkëpunim me Ministrinë e Punës edhe Politikës Sociale. Shpresojmë se të njëjtit do t'i dislokojmë. Do vijë një godin për administrat, kompleks administrat, ku do vinë të gjitha institucionet çka kanë njësi rajonale, dhe i sjellin në Derven, në komunën tonë, me vetëm një qëllim që qytetarit t'i merr shërbimet në komunën e tij dhe mos breth nëpër Shkup apo nëpër qytete tjera. Edhe në të njëjtin vend do e bëjmë një qerdhe me kapacitet 100-120 fëmijë. Me këtë do ndihmojmë sadopak ta zbusim pritshmërinë nëpër qerdhe. Fal Zotit, numri i fëmijëve në komunën e Sarajit për çdo vit është në rritje, edhe në qerdhet tona kur shkohet ta regjistrosh fëmin ton, duhet presish 120-130 lidhje pritjeve. Po, pjesën e pritjeve, në zonë si vetëm se mund ta kalon fëmia klasën e 5-6 ku t'i vije rradha për të regjistruar. Shkohet mes me tirin me përfalje lërme në qerdh. Okej, interesant kjo, edhe pse është e dhimbshme,
po mbi gjitha tash ç'ajo është e politika. Tregon për turizmin malor ju keni potencial të madh për të kriju turizëm malor. Ne si shtet kemi gjithashtu potencial të madh, edhe pse nuk kemi deti, po malet i kemi të mrekullueshme për ta realizuar këtë pjesë të shoqërisë. Cili është plani juaj? Kena plan konkret për zhvillim të turizmit. Një prej pikave në plan programin tim është edhe zhvillimi i turizmit. Jo vetëm turizmin malor, këtu kemi Dilumej në Saraj, Vardalin edhe Treskën, kena liçenin Treska, kanjonin e Matkës, gjitha të male për rreth, kena ujvar, ose për informacion ndoshta do kush nuk e di, sillare tepërme, 2-3 kilometra më lart se sillarea e epërme kena një ujvar të vogël. Domethënë kena shumë pasuri natyrore, por fatkeqësisht që e ceka më parë se i kena shndruar në deponi Tegra. Domethënë pjesën e parë do t'i pastrojmë këto, se i përket zhvillimit të turizmit, deponi Tegra, do mbjellim fidane të reja me vetëm qëllim që ta ngjallim atë vend ku u ka me vite u ka bon mbledhje apo bukurimi në veturinave, edhe ta kthejmë në gjendjen si ka hije atë natyrën e vet, edhe pastaj t'i zhvillojmë to pjesë të cilat i kemi si pasuri, se i përket turizmit malor, mali i That apo mali Zheden si njihet te ne, kena plan konkret atje. Atë zonë duam ta bëjmë për kalorim edhe dyeti, sikurse edhe pjesën e Matkës së Epërme, që t'u ofrojmë sa më shumë kushte qytetarëve tonë edhe qytetarëve të Shkupit që t'i vizitojnë këto vendbanime. Do ketë një pjesë e programerëve të cilët projektantëve, më falni, që miren me komunën e Sarajit dhe vendbanimet, kanë ide edhe urbanizim të disa lokacioneve këtu, ku do ndërtohen shtëpiza të vogla që pas lodhjes bujtina, pas lodhjes vizitorëve të kenë ku të strehojnë edhe të pushen një natë di. Domethënë kena plane konkrete se si ti ngjallim këto vendet tona. Bashkë të desha të shoh të realizueshme, se unë jam idhtari i turizmit malor edhe pse jo ta shfrytëzoj Sarajin nëse bëhet kjo që e Kena hapësira të mëdha që mund t'i vënë në funksion, sidomos për kalorim edhe ngjyeti. Tash Matka është e katastrofë, unë isha para 2 javë dhe merr turp se çfarë pamje e gërditshme ishte atje me mbeturinat, kështu që besoj se edhe Matka dhe ato shtigje do të pastrohen që të jemi, domethënë dalin faqe bardhë para atyre që vinë prej jashtë. Se ne të Maqedonisë në Ren mbyllim syt. Kena vizitorë të shumë. Te ne më u ka bo përditshmëri edhe në Penguin edhe në Brëllogu edhe rrugët e pasfaltuara edhe mirë, po një turist që e shef në hartë edhe që ndron e shef një imazh të mirë për Matkën edhe kur vije dëshpërohet, kjo është një fatkeqësi për ne. Këtu Edhe rruga përandej është katastrofë. po, domethënë edhe për kanjonin e Matkës edhe për fshatin Matkë rruga nuk va. Të dy rrugët i kena në plan programin tonë, edhe dim si t'i realizojmë. Pjesën e parë çka do e bëjmë, ditëve në vijim besoj se do paraqitet video se si do duket. Kena siguru hapësirë për 350 parkingje. Atje edhe problemi parkingut është gjithashtu shumë i theksuar. 350 parkingje me cilat shpresojmë se për një afat 2-3 vjeçar do e zbutim sadopak atë kërkesë të qytetarëve dhe vizitorëve të kanjonit Matka, edhe me plane tjera për t'i rrit numrin e parkingjeve deri në fund mandatit, edhe kuptohet ta asfaltojmë me infrastrukturë nën-toksore edhe me asfalt rrugën kryesore që shpihet e kanjoni Matkës, me gjitha standardet edhe rrugë me siguri. Nuk ka vetëm shtrojmë asfalt, thot t'i vëmë edhe do standarde që të ketë trotuare kështu me radhë që qytetarit një jetë i sigurt edhe Mund të shkojnë edhe në kamp ato që janë komunës tonë. sidomos këto rezidentë që janë në komunës tonë. Moment ka mision për ta përmirësuar mënyrën se si vozësim në komunikacion. Pjesë e misionit je edhe ti si person publik, po edhe unë, kështu që ma tregoni gabim që e ke bo, që e ke paguaj dënimin edhe mu nuk e përsërit pasi
ne duhet jemi shembull për tjerët. Realisht në komunikacion nuk kam shumë dënime, di të cilat më kujtohen hë për hë, është rikëdhepesi që po ja rondom sa nisëm, edhe në zona në Shkup më ka ndodhur, në zona ku janë parkingjet për rezident, jam parku, ma kanë bloku veturën, e kam pagu dënimin, e kam marrë veturën, edhe mo tash e di ku duhet në zonat e parkingjeve ku shkojta dhe veturën dhe jo të atë zonat ku janë rezident. Faleminderit shumë për kohën. Erit edhe ju. Desha të shpreh edhe një herë atë mirënjohjen se ju jeni, domethënë dy kandidatët e komunës tuaj jeni shembull për tjerët, për njerëzillëk mbi gjitha, se votat vinë dhe shkojnë, njerëzillëk i mbetet, edhe shpresoj se do vazhdoj deri në fund edhe të jeni shembull për këtë zgjedhje. Besoj se si ka fillu, ashtu do të përfundon, me qetësi, me argumente, me plan programe, votat, politika i ka edhe atë dinakrit pozitive se si do gjendesh dhe si do e bindish qytetarin të voton, ajo është pjesë tjetër, nuk do ketë fesat, si themi ne, nuk do ketë si kur u kanë mësu më para kampanjë me ofendime me kështu radhë, s'pa ku nga ana ime, po atë e shoh edhe te kundër kandidatin Bleranti, kështu që do jetë qetë edhe do jena shembull si komunë për kampanjën që ka qenë të zgjedhje. Shpresoj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Ky emision mundësohet nga dhe është pjesë e fushatës për zgjedhjet lokale në Maqedoni.